A doni të shikoni pak gallat? Shikojeni se si vetëm pak muaj më parë, drejtoria e QSOT-s së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë lajmërojnë se tek neurokirurgjia ka ardhur një doktor i ri i cili do të bënte ndërhyrje të specializuara për trombektomin. Ne do firmosim kontratën, bëjmë edhe një prezantim të doktorit që sapo na ka ardhur. Suksese. Jam doktor Claudio Disha, klinik neurokirurg, kam mbaruar studimet për mjekësi në Universitetin Shtetëror në Sofia në Bullgari dhe prej vitit 2021 punoj pas Spitalit Memorial në Fier, ku po realizojmë ndërhyrjet e trombektomisë mekanike dhe aspirative. Prej ditës së sotme filloj punë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, ku fokusi ynë është trajtimi endovaskular i trombozave për pacientët të Tiranës dhe Mëngjerë. Edhe pse u deklarua nga shëndetësia shqiptare, pra nga drejtoria e QSOT-s, Ministria e Shëndetësisë, se do të kishte ndërhyrje tek neurokirurgjia për trombektomin, sot e kësaj dite këto ndërhyrje nuk janë bërë. Ku shkoi ky doktor? Pse nuk filloi punën ky mjek, i cili pra u mor në neurokirurgji për të bërë ndërhyrje jetë shpëtuese siç është trombektomia? Çfarë ka ndodhur? A ka një shpjegim zyrtar nga drejtoria e QSOT-s se ka firmosur nga Ministria e Shëndetësisë gjithashtu, sepse këto ndërhyrje jetë shpëtuese sot nuk bëhen tek neurokirurgjia, nuk bëhen tek neurologjia, nuk bëhet në spitalin e QSOT-s, por bën vetëm në spitale private duke paguar pacientët deri në 30.000 euro. Dhe e gjitha kjo do duhet të bëhet brenda 6 orëve të para nga goditja në kokë që merr pacienti, që përballet pacienti. Se ndryshe pastaj ekziston mundësia që edhe nëse bëhet ndërhyrja të mund mos përfitosh shumë, mund të paralizohesh e të tjerë. Dhe mendojeni vetë, a i keni ju sot 30.000 euro nëse ju do të përballeni me një situatë të tillë për t'i paguar në privat që të mos mbeteni të paralizuar ose më keq akoma të ndroni jetë. E po ja, në shëndetësinë publike në vitin 2026, në neurokirurgji, në neurologji nuk zhvillohet trombektomia, një procedurë e cila është jetë shpëtuese për pacientët. Është kjo ndërhyrje pacienti shpëton, nuk është kjo ndërhyrje pacienti ose paralizohet ose ndron jetë. Me këtë përballen sot pacientët shqiptarë që vinë në këtë spital.